po sikur një nga ngjarjet më themelore të botës perëndimore të mos e shohim si një histori besimi, por si një studim rasti i ftohtë, klinik, i psikologjisë njerëzore. Sot do ta zbërthejmë kryqëzimin, jo për të folur për teologjin, por për të nxjerrë në pa mekanizmat e paragjykimit, frikës dhe pushtetit, të cilët do ta shihni janë ende në komand të botës sonë. Kjo tezë është vërtet provokuese dhe ndryshon totalisht këndvështrimin. Ajo që na thot është se ngjarja e 2000 viteve më parë nuk ishte thjesht një defekt në sistem, por ishte vetë sistemi në veprim. Një manual përdorimi i detajuar që na tregon saktësisht se si funksionon psikologjia jon kolektive kur përballet me kërcenimin, me frikën dhe me pushtetin. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i gjithçkaje. Gjyqi dhe ekzekutimi i Jezusit janë si një eksperiment i pastër laboratori që na tregon se si paragjykimet tona mendore, kur grumbullohen, bëhen vdekje prurse. Çdo hap i procesit, që nga arrestimi e deri te dënimi, ndjek një model tragjikisht parashikueshëm të shkurtoreve tona mendore, shkurtore që janë po aq të rrezikshme sot sa ishin edhe atëherë. Në zemrën të kësaj drame, në fakt, kemi një konflikt absolutisht klasik. Tingëllon çuditërisht modern, pothuajse si një histori nga Silicon Valley. Në njërin anë, kemi një inovator karizmatik që po sfidon sistemin. Dhe në anën tjetër, një struktur pushteti e ngurtësuar që ndjen se vetë ekzistenca e saj po vihet në rrezik. Pra, le ta zbërthejmë pak këtë. Jezusi, inovatori, nuk ishte thjesht një mësues shpirtëror, ai po i bënte një sulm direkt modelit të biznesit të tempullit, duke përmbysur tavolinat e këmbysëve të parave. Ishte një akt simbolik, por me pasoja shumë reale financiare. Ndërkohë, Sinedri, pra bordi drejtues i kohës, nuk ishte i shqetësuar thjesht për herezi, jo. Ata kishin frikë se po vjetroheshin, se po humnin kontrollin, se po humnin privilegjet politike dhe ekonomike që vinin nga marrëveshja e tyre me Romën. Kjo deklarate e Kajafës është thjesht një shembull perfekt i dy paragjykimeve të fuqishme që punojnë bashkë. Së pari, kemi atë që quhet aversiteti ndaj humbjes. Pra, kalkulimi i ftohtë ku humbja e sigurt e një jete të vetme ndihet psikologjikisht më e lehtë se sa rreziku, qoftë edhe i vogël, i një humbje katastrofike për gjithë kombin. Dhe së dyti, kemi paragjykimin e status quo-s, gatishmërinë për të sakrifikuar një individ vetëm për të mos prishur rendin ekzistues. Është logjika e pamëshirshme atyre që duan të ruajnë pushtetin me çdo kusht. Mirë, tani le të shohim se si u ndërtua dosja kundër tij. Mos mendoni se ishte ndonjë komplot i zgjuar apo i sofistikuar. Përkundrazi, ishte një kaskadë totalisht e parashikueshme e shkurtoreve mendore, ku çdo paragjykim u kthye në një armë kundër një njeriu të vetëm. Ky është ndoshta paragjykimi më i zakonshëm dhe më dinak nga të gjithë, paragjykimi i konfirmimit. Është ai mekanizmi i çuditshëm i trurit ton. Në momentin që kemi vendosur diçka, truri ynë shndrohet në një avokat për atë vendim, fillon të kërkojë në mënyrë aktive prova që mbështesin, por ç'është më e rëndësishmja, bëhet totalisht i verbër ndaj çdo gjëje që e kundërshton. Pra, Sinedri nuk po bënte një hetim për të gjetur të vërtetën. Ata po gjuanin për të gjetur justifikime. Çdo veprim pozitiv i Jezusit u ripaketua menjëherë si diçka negative. Shërimet ishin vepra të demonit, mësimet ishin thirrje për rebeliim. Realiteti objektiv nuk kishte asnjë rëndësi, rëndësi kishte vetëm narracionin që ata donin të ndërtonin. Këtu kemi një paragjykim thellësisht primitiv, totalisht emocional. Ungjillet e thon hapur, Pilati e dinte se ata ja kishin dorëzuar nga zilia. Këtu nuk kemi të bëjmë me logjik, kemi të bëjmë me një reagim të brendshëm, instinktiv, ndaj dikujt që perceptohet si kërcenim për statusin tënd. Kur dikush tjetër ngrihet, truri ynë primitiv mund ta interpretoj këtë si rënien tonë. Tani, imagjinoni pak skenën. Jemi gjatë Pashkëve, java më e rëndësishme dhe më fitimpruese gjithë vitit për tempullin, dhe një predikues i panjohur nga Galilea po tërheq gjithë vëmendjen. Pastrimi i tempullit nuk ishte thjesht një protest, ishte një poshtrim publik i drejt për drejt, për familjet priftërore. E po, që nga ai moment, loja ndryshoi. Nuk bëhe më fjalë për menaxhim rreziku. Tani bëhe fjalë për hakmarrje personale dhe rivendosje të dominimit. Dhe tani do shohim se si, kur narracioni nuk mjaftoi, ata përdoren mjetin tjetër në arsenalin e tyre, manipulimin e vetë procesit ligjor. Sepse kur faktet nuk të ndihmojnë, shpesh ajo që bën është të manipulosh procedurën për të arritur rezultatin që do. Gjyqi ishte një farsë totale juridike. Ligji hebraik ishte mbrojtje shumë të rrepta për rastet kapitale. Gjyqet nuk mbaheshin dot natën, duhej një periudhë reflektimi para se të jepej dënimi dhe ndalohej kategorikisht vetë inkriminimi. Por në këtë rast, çdo rregull i vetëm u hodh në erë.
Gjyqi u mbajt në mes të errësirës, vendimi u dha brenda pak orësh dhe i gjitha akuza u varte një përgjigje e detyruar e vet Jezusit. Ishte thjesht një ekzekutim i paracaktuar, i maskuar si drejtësi. Dhe kjo është një lëvizje klasike e manipulimit psikologjik, e njohur si rikornizim. Akuza fillestare për blasfemi ishte një çështje brendshme fetare, nuk do t'i bënte përshtypje fare një guvernatori romak. Kështu që, sapo dolën para Pilatit, ata e rikornizuan mishtrisht akuzën në "Ky njeri pretendon se është mbret", një akuzë për tradhti dhe kryengritje, të cilën Pilati ishte i detyruar ta merrte shumë seriozisht. Dhe këtu shohim rënien e Pilatit, hap pas hapit tragjik. Ai e nis me qartësi morale, e deklaron Jezusin të pafajshëm, jo një herë, por 3 herë. Por pastaj presioni fillon të rritet. Ai përpiqet të manovrojë, duke ofruar lirimin e një të burgosurit tjetër, por turma e nxitur nuk e pranon. Dhe pastaj vjen kërcënimi drejt për drejt politik, dhe ekuacioni ndryshon totalisht. Drejtësia zvendësohet me leverdin politike. Ai thjesht nuk mund të rrezikonte një kryengritje në mandatin e tij. Ky ishte kërcënimi që vulosi gjithçka. Nuk ishte një akuzë ligjore, ishte një shantazh i pastër politik. Dhe duhet ta kuptojmë kontekstin. Perandori Tiberi ishte i famshëm për paranojën e tij dhe i ekzekutonte guvernatorët për dyshimin më të vogël. Në atë moment, çështja nuk ishte më një vendim gjyqësor lokal, por një test vdekjeprurës besnikërie ndaj Romës. Frika e Pilatit për karrierën dhe ndoshta edhe jetën e tij e detyroi të dorëzohej. Dhe kjo na sjell te mekanizmi final që i lejojnë njerëzit, shpesh njerëz të mirë, të bëjnë gjëra të tmerrshme, shkëputja morale. Është ai procesi i brendshëm i justifikimit, një mënyrë për ta fikur përkohësisht busullën tonë morale, duke e ripaketuar një veprim të gabuar si diçka të nevojshme, të justifikuar, ose thjesht duke ja kaluar përgjegjësinë dikujt tjetër. Është historia që i tregojmë vetes për të fjetur rehat natën. Dhe kjo është fiksa ajo që ndodhi, një studim perfekt i shkëputjes morale kolektive. Çdo pjesëmarrës gjeti një mënyrë për të mbrojtur egon e vet. Pilati fjalë për fjalë i lauduart, duke bërë një akt simbolik për të thënë, "Ky nuk është faji im." Priftërinjt e pan veten si heronj, si shpëtimtar të kombit. Po turma përdori mbrojtjen më të thjeshtë nga të gjitha, shpërndarjen e përgjegjësisë. Kur të gjithë bërtasin, askush nuk ndihet përgjegjës, askush nuk u largua nga aty duke menduar se ishte fajtor. Mirë, tani le ta sjellim gjithë këtë analizë në kohën tonë. Sepse këto modele psikologjike të lashta nuk kanë mbetur të mbyllura në librat e historisë. Janë si një software që vazhdon të funksionojë në sistemin ton operativ njerëzor, duke u përsëritur pa pushim me emra dhe fytyra të reja. Kjo dinamike, një lider inovator që kërcon status quo-n dhe pastaj eliminohet përmes një procesi të manipuluar, kjo jehon e lashtë dëgjohet kudo. Ndodh në sallat e bordeve kur një themelues idealist pushohet nga drejtuesit pragmatist. Ndodh në gjykata kur disidentët politik dënohen në akuza të sajuara. Dhe ndodh çdo ditë në mediat sociale kur një turm digjitale e ushqyer nga zilia dhe paragjykimi i konfirmimit kërkon anulimin e dikujt. Pra, kjo është pika thelbësore, thelbi i gjithë kësaj analize. Teknologjia, kultura, konteksti, të gjitha këto mund të ndryshojnë. Kalojmë nga sinedritë e komitete, dhe bordeve, nga kryqëzimit e shkarkimit nga puna, por mekanizmat psikologjik themelor që orkestrojnë gjithçka, zilia, frika nga humbja, paragjykimi i konfirmimit, presioni i grupit, këto janë të përjetshme. Janë pjesë e kodit ton burimor si njerëz. Dhe kjo na lë me një pyetje të vështirë për të reflektuar. Duke kuptuar se si funksionon ky manual përdorimi, a jemi në gjendje të njohim këto mekanizma kur shfaqen në botën tonë, në vendin tonë të punës, në politik, kudo? Dhe ndoshta më e rëndësishmja, a mund t'i njohim ato brenda vetes son? Kjo është sfida e vërtetë që na lë kjo histori kaq e lashtë.